Nuk harrojën jo nuk harrojën, e di atë punë, e di edhe fjalimin e ti e di, po janë aspekti deklarativ. Jo, zotri, do të me... Gjim, të lutëm se e kam shumë dërtu në argumentet. Po jo e ki. Kosova jonë, e jam ja dhe Gjevdetit e Zofës, edhe arsimit edhe këtyne dy kolegëve tjera dhe juetja, asë një hapë si institucion. Ku e ka ngrit, pse se ka ngrit, kush e ka nolë me ngrit një institut për mbrojtjen e njerëzve që shkojnë që gjykot. Kush e ka nolë Kosovën ose Shqipërinë? 90% e dëshmitarëve, zotri, minimalisht kena mujt me i publiku, me thonë që kjo është u shku për qita. Po jena frigu, edhe nëse e kena ditë s'kem guzua zgrove të në me u kalzujame. E vërteta o qëkja. Albin Kurti e ko Zelenski po që keni bu Google këtë Albin Kurti, kush o Albin Kurti në këtë proces? Po të më ta po një pyetje ty, zotri, shumë e thjesht, jena unë ti ngorë, jena unë ti, o shumë e thjesht në justifikaj Albin Kurtin se ju si në të kuptu një element. Edhe Donika Gërmoda ka thonë që une ju merë me dëshmi kundër kreve të gjykatës është Zelenski kryeminist. Në regull, pa e prandaj qeveria e Albin Kurtit është asistent e zyrës prokurorit special për t'i mbajtur në paraburgim, pro me deklaratat e Albin Kurtit, zyra prokurorit special ka bën kërkesë për vazhdimin e paraburgimit të kreve të gjykatës. Po kjo shumë rregull, veç pa të ti me mua. Po ka thonë kreve të gjykatës nuk po mlojnë me bën themelimin e Kuventit të Kosovës, po ndikojnë. A ban me ta, a ban me ta. Kjo shumë e rëndë shfarë duke thënë. Ka thënë leadershipi aktuali për të kësë po i viziton krerët në Hogë dhe po kanë ndikim në themelimin e Kuventit të Kosovës. Ti po thu që kjo deklaratë është përdorur për me vazhdu paraburgimin? Po, e ka përdorur sepse po kanë ndikim të se nëse lirohen ata, kanë ndikim në shëshëri kosovare dhe në dëshmitar. E qa pritit ti me thonaj? O që tha në relari e ka shumë të drejt. Po jena mekanizm monitorues.